Punimet për ndërtimin e bypassit të Shëngjinit, një nga projektet kryesor infrastrukturor për këtë zonë përjetare, po avancojnë me ritme të shpejta. Ky investim i hartuar nga Bashkia Lezhë dhe i financuar nga qeveria shqiptare përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit synon të reduktojnë ndjeshëm trafikun në qendër të qytetit. Gjatë sezonit turistik, segmenti i ri rrugor të shmang hyrjen në zonën urbane të Shëngjinit, duke orientuar qarkullimin e mjeteve drejt anës së Ellën dhe Velipojës përmes një akse alternativ që pritet të përmirësojë ndjeshëm fluksin e lëvizjes. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, shpreh se projekti do të jetë aksesueshëm deri në verën e ardhshme, ndërsa theksoi se kjo rrugë do të shërbejë edhe për lidhjen e lagjes në Tereza, duke ndikuar drejt për drejt në shpërndarjen e trafikut drejt autostradës në disa drejtime. Siç e shikoni, jemi këtu të një ndër investimet më të rëndësishme të qeverisë shqiptare me projektin e Bashkisë Lezhë, bypassi i Shëngjinit. Është një premtim që ne kemi dhënë dhe jemi këtu duke pa punimet. Sipas inxhinierit dhe sipas asaj që shohim, ne jemi në rrugë të mbarë, është bërë një volim jashtëzakonshëm pune. Mënyra se si është punuar duket që është punuar me shumë seriozitet dhe me përgjegjësi. Tani ne pretendojmë që sa më shpejt të mundë, po nuk ka akoma një afat X që ne të themi. Gjithsesi varet edhe nga, besoj, në më të inxhinierit, varet edhe nga relievi, dhe sepse është pak terren i vështirë, plus pasaj koha ka mbajtur shumë e keqe, prej 3 muajsh janë aksidente që ju ndodhin, por që besoj se me këtë ritëm pune, besoj se deri verën e vitit tjetër, mendoj që duhet të afrohen. Kjo bie në rrugën kryesore dhe lidhet natyrisht edhe me rrugët e lagjes në Terezë që do bëhen të gjitha pa përjashtim. Pra ne kemi prokuruar tashmë dhe plus kësaj ne presim dhe Milot Ballreni që të zhbllokohet, që të shkojnë paralelt, pasi Milot Ballreni është ajo që e tërheq trafikun më shpejt. Ka 2 probleme kjo. E para eliminon trafikun në qendër të Shëngjinit, që është një problem madhor dhe shmang, edhe ikën për Shkodra ata që kemi pas në problem. Dhe e dyta, duke dalë sipër në Milot Ballreni, në ditën e shpejt kur do fillojë edhe ajo, do të thotë që trafiku të rriqet më shpejt dhe dalja nga Lezhë, nga Shëngjini, që është një problem shumë i madh. Megjithëse duhet të them këtu që sapo është akorduar dhe ajo që tham, domethënë investimi i sistemit shpërndarjes së ujit nga KFV, është një negociatë e jona që nuk e ka paralajmëruar me kohë, por është miratuar. Është miratuar edhe dyfishimi i kapaciteteve të pjanit të urave zeza, ato që ne kemi pas problem madhor, po adresohen gjitha bashkë me bypass dhe mendoj se Shëngjini pas këtyre do të jetë në një tjetër realitet. Nga ana tjetër, përfaqësues të firmës zbatuese bën me dije se faza e parë e projektit pritet të përfundojë brenda kësaj vere, edhe pse jo plotësisht e përfunduar. Rruga do të jetë e kalueshme me çakull dhe pritet të ndikojë menjëherë në lehtësimin e trafikut.